lëvizjave të vendosje si fituese e zgjedhjeve që sapo janë certifikuar pra nga KQZ-ja, zgjedhjeve të fundit e ka të drejtën e propozimit të kandidatit, pra sipas kushtetutës, kandidatit për kryetar të kuvendit dhe këtë të drejtë e ka shfrytzuar duke e propozuar zonjën Albulena Haxhiu. Pra mos të harrojmë edhe një herë, sepse kundërshtit që po bëhen më tepër janë taktizime se sa që kemi të bëjmë me ndonjë arsye konkrete. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pra ka çdo të drejtë dhe është larg mendsh të thuhet që nuk plotson kritere apo nuk plotson kushte. Realisht kushtin për çfarë do pozite brenda kuvendit sipas kushtetutës e plotson kushdo që është deputet. Pra ky është kushti minimal. Po ne kemi shkuar edhe më tutje, pra kemi propozuar gruan më të votuar në zgjedhjet e fundit. E po besoj kjo flet edhe për atë se si lëvizje vetvendosje, pra jemi të përkushtuar që kuvendit t'ia japim një kryetare grua. Ky është propozimi jon, nuk ka pasur ndryshim, as nuk do të ndryshoj, sepse ne kemi diskutuar brenda para se ta propozojmë kandidatën. Gjithsesi, çka takon tash të bëhet tutje, ne kemi pa që deri më tani vetëm një herë kuvendi ka pasur shumicë. Ka qenë votimi i raportit për verifikim të mandateve. Të gjitha votimet tjera pra nuk është arritur nga asnjëri ta bërë numri i votave prej 61. Kjo nën kupton që cilat do pozitë, nëse nuk ka një dakordim për të ecur tutje, pra edhe kryetari, por edhe nën kryetarët nuk mund të kalojnë. Sepse kemi pa që tabori tjetër që po voto kundër, deri më tani i kanë vetëm 46 vota. Dhe më thonë, ne kemi 57 vota deri më tani, tabori tjetër i ka 46. Pra nuk është se dikush tjetër, ose votat kundër janë 61, e prandaj po detyrohemi që të ndryshojmë. Situata është e tillë, duhet konsenzus politik, duhet dakordim politik, i cili mund të arrihet kur të dakordohemi edhe për kandidatët për nënkryetar. Pra ky do të ishte ai kompromisi që po kërkohet, sepse siç e kam thënë më herët, nëse insistohet që fituesi të zgjedhjeve ti përcaktohet kandidati nga subjekte tjera, atëherë pse të mos vlej i njëjti diskrecion edhe për nënkryetarët. Edhe ne kemi shumë vërejtje për cilin do prej kandidatëve për nënkryetar që i kanë parti tjera. Por megjithatë, nevoja për konsenzus dhe për konstituim të kuvendit nën kupton që duhet të bëjmë këtë kompromis dhe të ecim tutje me votat tona që të konstituohet kuvendi. Duhet ta kemi parasysh edhe një gjë. Pra vendi ka qeveri në detyrë, por megjithatë ka qeveri. Çka mungon aktualisht në substancën e shtetit është kuvendi. Pra nuk ka kuvend të konstituuar. Dhe këtu bara bie mbi të gjitha partitë që janë anëtare parlamentare. Nuk është qëllimi jonë të shkojmë zgjedhje, ai do të ishte opsioni i fundit për neve, nëse në fund të ditës megjithatë kuvendi, deputetët e zgjedhur, përfaqësues të popullit refuzojnë të konstituojnë kuvendin, atëherë opsioni i fundit mbetet ai. Po ne nuk jemi të interesuar për atë opsion. Siç e kam thënë edhe më herët, opozita nëse kërkon kandidat tjetër, ajo nuk është zhbllokimi i situatës. Ajo është vetëm kalimi në blokadën e radhës pastaj. Sepse kandidatët për nënkryetar pastaj mund të kontestohen në të njëjtin parim. Por ne kërkesa jonë është që të ketë reflektim, megjithatë që të bëhet konstituimi i institucioneve të vendit. Deputetja Albulena Haxhiu mori 57 vota në anën tjetër, nuk ka pasur shumicë që me ujtë me u konsideru nëse tabori opozitar deri tash. Ko votat apo i keni ju? Askush deri më tani. Në rast se ju propozoni një kandidat tjetër, siç po kërkon opozita, nuk mundeni me paraqytu ndoshta të ketë vota, me që ata po kërkojnë një kandidat konsensual. Ju e po deri tash 4 herë të shtoj zonja Haxhiu, dhe ju nuk po ofroni një zgjidhje tjetër, në mënyrë që me mujt me dalë prej
Sipas kushtetutës i takon fituesit të bëj propozimin. Ne kemi bë propozimin e kandidatit. Është kandidati ose kandidatja për kryetar të kuvendit nga radha e televizis vetëvendosje është zonja Albulina Haxhiu. Kjo është propozimi jonë. Ne kemi kryer obligimin kushtetues. Obligimi tjetër kushtetues i gjitha partive është konstituimi i kuvendit. Ne kemi ftu disa herë, ka ftu kryesuesi i seancës, ka ftu në takim, patëm herën e kaluar, patëm rastin kur një parti, pra LDK-ja nuk mori fare pjesë, ndërkaq parti tjera që morën pjesë PDK dhe AK, qëndruan për disa minuta, shprehen qëndrimet e tyre, pra ato që tashmë janë publike dhe i kemi dëgjuar, por nuk pam gatishmëri për diskutim dhe për t'u dakordu. Gatishmëria për diskutim dhe për t'u dakordu përpara është që ata prezantojnë kandidatët për nënkryetar, ne kemi kandidatin për kryetar, vazhdojmë tutje dakordohemi që edhe ata të marrin pjesë dhe të votojnë kandidatin për kryetar, edhe ne, si subjekt fitues, të votojmë kandidatët e tyre për nënkryetar, pavarësisht kush janë, sepse u takon është në diskrecionin e tyre që ata t'i propozojnë. Nuk kemi ne diskrecion të acaktojmë kënd ata e zgjedhin si kandidat për nënkryetar. Tash mundem me cekujt që është i shty deri në pretor për çështje, që pastaj të shkohet në zgjedhje bashkë me lokale, do të thotë në zgjedhje parlamentare. Emri Albulina Haxhiu është i qëllimshëm nga vetëvendosja në mënyrë që të shkohet në tetor në zgjedhje, siç ka thënë në takimet të brendshme. Kjo është e pavërtetë. S'ka këso deklarate. Jo, tash, unë marr pjesë në ato takime, kjo është e pavërtetë. Qëndrimi lëvizjes vetëvendosje është i qartë tashmë. Albulina Haxhiu është kandidatja për kryetare të kuvendit. Kjo nuk ka të bëj fare me taktizim, është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit dhe është kryetare e gruas në lëvizjen vetëvendosje. Pra, po t'ishte ndonjë kandidat tjetër që ka marrë më pak vota apo që ka pas, si themi, mund të kishim paragjyku që mund të ketë pengesa, do të ishte taktizim. Ne kemi prezantuar kandidatin e duhur. Pra taktizimi po bëhet në anën e opozitës. Pozicionet e vetëvendosjes janë të njëjta, partitë tjera janë të njëjta, çdo dy ditë në sallë, ky 48 orë. Për çka po shkruhet? 48 orë, siç e dini, është obligim sipas rregullores së punës të kuvendit, pra seanca duhet thirret jo më vonë se 48 orë nga seanca, nga vazhdimi, dhe kësaj ne kryesuesi e përcakton se kur thirret, kurse neve çka na takon është që të bëjmë thirrje për reflektim pra tek subjektet të cilat janë parlamentare, partitë parlamentare, në mënyrë që të votojnë. Po ne shifeni tash jemi në një situatë absurde që nuk parashihet kushtetuta. Pra kushtetuta nuk e parashet që vetë partitë e kuvendit të refuzojnë konstituimin e kuvendit. Pra jemi jashtë shkronjës së kushtetutës këtë rast. Nuk parashihet se çfarë kompetenca kush ka. Ideja është, synimi është pra që gjendet një rrugë përpara. Besoj që me veprimin për verifikimin e mandateve u zhbllokua procesi, besoj ngjajshëm mund gjendet një zgjidhje e tillë, pra që të ecet përpara, kuvendi të konstituohet, kjo s'ka të bëj as me partinë fituese e as me raport të forcave, këtu kemi të bëjmë me konstituim të kuvendit. Forcat maten tek mandatari për qeverinë. Aty duhet pastaj të shihet kush me kënësht. Këtu brenda lëvizjes vetëvendosje dhe edhe më tej është gruaja më e votuar. Nëse sepse kushtetuta na thotë që ne kemi të drejtën ekskluzive për ta propozuar. Dhe kushtetuta përkundrazi mos respekt do të ishte po të mos propozohej një grua që i ka 125.000 vota.
synimi dhe dëshira jonë si fitues të zgjedhjeve do të kishte qenë që kuvendit të konstituohej, pra kryesia e kuvendit të votohej me datën 15 prill, qysh në ditën e parë. Por e keni pa, ne nuk kemi qenë bllokuesit. Për të zhblloku procesin, duhet lëviz ai që ka blloku procesin. Ne nuk kemi bllokuesit këtë rast. Pra po e shohim që partitë opozitare duke votuar kundër dhe duke mos lejuar lëvizjen përpara për konstituim të kuvendit, po e bllokojnë procesin ngjashëm siç ndodhi pra me herën e kaluar kur bllokuai procesi i verifikimit të mandateve. Për shembull, në vitin 2017 nuk e keni votuar për kryetar të kuvendit kandidatin nga PDK-ja. Sepse fillimisht pra qëndrimi jonë, siç e dini, edhe në 2014 ka qenë i njëjtë, që duhet të ketë një shumicë. Megjithatë ka qenë një interpretim i gjykatës kushtetuese, siç përgjigjur edhe herën e kaluar ndaj pyetjes juaj, pra ka qenë pak a shumë pyetje e ngjashme, që gjykimi i gjykatës kushtetuese, interpretimi i kushtetutës ka thënë që i takon ekskluzivisht të parit. Dhe të gjithë deputetët duhet të marrin pjesë në votim. Tani, nëse kemi që të gjithë deputetët marrin pjesë në votim, kjo do të thotë se u interpretua herën e kaluar që gjëja kam thënë se duhet votojnë për. Deputetët janë të lirë të gjitha subjektet votojnë ashtu siç ata e vlerësojnë që po e përfaqësojnë qytetarin që i ka votu. Megjithatë, nëse kuvendi në vazhdimsi refuzon të konstituohet, pra refuzon të marrë detyrën, kjo situatë nuk është paraparë në kushtetutë. Pra, nëse kemi një situatë të tillë, atëherë mendoj që opsioni i fundit pastaj ku shkojmë është edhe zgjedhjet. Pra një dakordim që të zhbllokohet situata me zgjedhje, por ne nuk mendojmë që jemi aty. Ne nuk duam të shkojmë në atë skenar. Ne jemi të interesuar sa më parë, le të zhbllokohet procesi, votohet kryesia, fillon rrjedh afati për mandatarin e qeverisë, edhe përcaktohet a kemi qeveri apo s'kemi qeveri të re. Pastaj, nëse edhe aty dështon pra votimi i qeverisë, mund të ketë zgjedhje të reja një proces rilegjitimimi tek qytetarë, sepse këta deputet nuk mund të flas për persona të tjerë, por besoj mund të pyesni secilin prej deputetëve në lidhje me qëndrimet e tyre. Unë çka mund të flas është në raport me partinë fituese, pra lëvizja vetëvendosje. Qëndrimi jonë është që Albolena Haxhiu është kandidate për kryetare të kuvendit dhe besoj që shumë shpejt do të jetë edhe kryetare e kuvendit. Faleminderit shumë.